Një ngjarje tragjike ka ndodhur sot në familjen e fituesit të Big Brother VIP4, Besart Kelmendit i njohur si Gjesti. Vëllai i tij i vogël, Eldion Kelmendi, ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti tragjik. Lidhur me ngjarjen tragjike ka reaguar moderatori i BBV, Ledion Liço, i cili i shpreh ngushëllimet familjes. I trishtuar nga ky lajm. I kopshëm për një familje që pak muaj më parë gëzonte. Bëhuni të fortë, atë do donte dhe engjëlli juaj, shkruan Ledioni në Instastory.